Partia Demokratike duhet fitoj të ardhmen. Dhe për ta fituar të ardhmen, ne duhet të bëjmë një zgjedhje të qartë. Të qëndrojmë pengi së shkuarës apo të hapim rrugën për një brez të ri. Sepse kjo është e vërteta, Shqipëria nuk ka vetëm nevojë për një opozitë që kujton. Ka nevojë për një opozitë që frymëzon, ka nevojë për energji të reja, për njerëz të rinj, për një gjenerat që nuk mban mbi sube peshën e humbjeve të së shkuarës, sepse ndryshimi i gjeneratave nuk është luks në gjithë botën, në çdo demokraci. Është domosdoshmëri për të ecur përpara. Është ligji i historisë, është ligji i demokracisë, është ligji i mbijetesës politike për çdo forcë politike që do të jetë fituese. Por si bëhet ndryshimi i gjeneratave? Jo me teka personale, bëhet me vot. Ata që humbasin me vot, duhet hapin rrugën. Të tjerët po ashtu duhet zgjidhen me vot. Kontribuesit mbështesin të rinjt dhe kështu fitohet, dhe kjo është ligjësia e politikës në demokraci. Po çfarë po ndodh në Partinë Demokratike sot? Të gjithë proceset po pilotohen. Flasin për hapje, flasin për bashkim, flasin për të rinj që duhet marrën dorë fatet e veta, ndërkohë përjashtojnë të rinjt nga garat, ndërkohë përjashtojnë antarët nga antarësia, ndërkohë listat e antarësisë që nga vitet 90 dhe deri në sot mbahen të mbyllura për të përdorur si armë kundër njerëzve që duan të promovohen në Partinë Demokratike nëpërmjet votës. Për ta mbajtur Partinë Demokratike të mbyllur, për ta mbajtur Partinë Demokratike humbse për demokratët, humbse për interesat e qytetarëve, por me sa duket për ta mbajtur përfituese për disa njerëz të cilët kanë vite që përfitojnë në kurrizë të demokratëve dhe të Partisë Demokratike. Tani kanë dalë edhe me një tezë tjetër. Kush mendon ndryshe përjashtohet. Po ku e ka luksin Partia Demokratike të përjashtojë, sidomos njerëz që kanë guximin të thonë të vërtetat në sy dhe të thonë mendim ndryshe që Partia Demokratike duhet të jetë një parti fituese. Partia Demokratike nuk ka luksin të përjashtojë as ata që rrinë për një rrogë si rrogtar dhe ruajnë vetëm privilegjet e veta dhe nuk duhet ja dinë për interesin e qytetarëve. Në Partinë Demokratike duhen gjithë, po secili në pozicionin e vet, secili sipas kontributit që i takon.